Një smartphone me kamera premium krijuar nga Leica apo një tjetër me bateri që zgjat me ditë të tëra. Një prej këtyre këtu duhet patjetër të jetë në listën tënde të dhuratave këtë fundit. Nëse do t'i dhurosh dikujt ose edhe vetes fuqi maksimale dhe foto artistike, ky është i duhuri. Me lente nga giganti Leica dhe performancë që fluturon, Xiaomi 15T Pro është dhurata ideale për çdo që nuk bën kompromise. Ndërsa Redmi Note 14 Pro nuk është thjesht i bukur me ekranin e tij AMOLED, por është një bish e vërtet. Me kamera 200 megapiksel, fuqizim nga inteligjenca artificiale dhe mbrojtje nga uji dhe pluhuri, ky model është dhurata që do të rezistojë çdo aventure të 2026. Do diçka më ekonomike, por që duket premium, Redmi Note 14 me ekran fantastik 120 Hz dhe kamera kryesore që ka super detaje është balanca perfekte mes çmimit dhe cilësisë për student apo edhe për prindrit tuaj. Dhe për ata që harrojnë karikuesin në shtëpi, Redmi 15C me një ekran gjigant 6.9 inch dhe bateri masive prej 6000 mAh. Ky smartphone praktikisht nuk fiket kur. Për ne është mbreti i buxhetit për këtë fundit. Të gjitha modelet i gjen tani në Neptun.